أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقوله أيضا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Në një përpjekje kuranore dhe profetike për të diagnostifikuar problemin e njeriut bashkohor modern, i cili padyshim që vuan nga shumë probleme, pengesa, ngarkesa dhe ngushtica, të cilat ai i ndjen dhe i shpreh dhe ajo reflektohet në jetën e përditshme dhe është bën si një pengesë për të arritur një kënaqësi dhe lumturi në këtë jetë. Dhe çdo njeri modern bashkohor është në kërkim të vazhdueshëm dhe bën përpjekje të gjon formulën e cila ia mundëson ti të kalon këto probleme, ngarkesa dhe ngushtica shpirtërore, të cilat lëndën të pasoja dhe gjurmët e të cilave vërejnë në biseda të zakonshme, se njerëzit nuk janë të kënaqur dhe njerëzit nuk ndjehen të lumtur. Edhe nëse bisedon me ta, teoritë dhe konceptet e materialistit, do të thotë as send neve nuk na mungon. Ne kemi domethënë të ardhura, kemi punë, kemi rrogat tona, kemi strehime dhe vendbanime me hëngër e me pije dhe mjete transporti, edhe kemi domethënë për shërbimet ditore e mujore e tjerë. Megjithatë, njeriu bashkohor nuk është i lumtur, nuk është i qetë, nuk është stabil. Diçka e mundon, diçka e pengon, diçka e shtrëngon, e tërheq mbrapa. Ky problem, do thotë, diagnostifikimi i kësaj është sëmundja, domethënë, e largimit prej Allahut. Njeriu modern nuk ka asnjë raport me Allahun subhanahu wa taala. Njeriu bashkohor nuk ka komunikim dhe kontakt me Allahun xhalla xhalaluhu wa xhalla sha'nu. E ka kthy shpinën Zotit, a larguar prej mësimeve dhe udhëzimeve të tij, po ashtu prej këshillave të profetëve të Allahut alayhimus salatu wassalam, dhe me shpinë ka Zoti i kthyer nga i mallkuari, e ndjen vuajtjen, ama nuk e emëron diagnozën. E ka problem me ditën, ose thjesht nuk do me ditë. Dhe bën përpjekje me instrumente dhe metoda djallëzore, larg Zotit, ta zgjidh problemin, ta tejkalon dhe ta shijon këtë pak jetë, me këto begati dhe mirësitë të cilat na i ka dhënë dhe na i mundson Zoti xhalla xhalalu xhalla shan. Tash nuk ka dyshim se sëmundja ka emrin largimi prej Zotit. Edhe kjo është një temë shumë e gjerë dhe kërkon mjaft kohë për ta zbardhyer në detaje dhe këndvështrime dhe të gjitha cepët dhe porët e jetës për ta parë se njeriu modern e ka problemin pikërisht shkëputja e raportit dhe komunikimit me Allahun dhul xhelal dhe përpjekja që të gjon një formullë me kapacitetet personale, individuale, me filozofia toksore dhe djallëzore, që nuk i dilet me kokë, sikur që ka ardhur do të thotë shoqëria moderne, si të them, në një qorë sokak. Tash gjithandej në botë, në paralelja tjetër është se këta njerëz që cilët vuajtën gjatë nga kjo sëmundje e qëndrimit larg Zotit, në botë është një kthes. Dhe një shpresë që të kthehen njerëzit një nga një te Allahu dhul xhelal, duke besuar te,
duke respektuar dhe ndëgjuar dhe duke krijuar raporte me Allahun Dhul Xhelal, duke u konvertuar në dinin e Zotit në katër anët e botës, si rezultat dhe pasojë asaj që po them, vuajtje të pa arsyeshme, vuajtje të pa logjikshme, vuajtje dhe pikëllime të pa justifikueshme. A je i smut? Jo. A ke me hongër? Po. Shtëpi, kerr, makinë, konto, rrok, të gjitha. Po a je i lumtur? Jo. Po a je i kënaqur? Jo. Po a ke problem? Nuk kam problem fizik që të them kja problemi. Ama kam diçka këtu. Wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Përgjigjja është këtu dhe mbaroj. Allah ka thonë, dhe kush largohet prej Zotit, rrugës së tij, mësimeve të tij, do të ketë një jetë të vështirë, të ngushtë, këtu do ta ngushtojmë. Aspektin material ja zgjerojmë, ja bojmë jetën parajs. Parqe, ujra, shëtitje, pushime verore, ushqime, gjithandej, lukse, dëshira, qefe, të arritshme, të realizueshme, që i përjeton, as njënën prej tyre nuk e shijon, nuk e gëzon, nuk kënaqesh me te. Kjo filozofi e vështirë që të zbërthehet, edhe është realitet, dhe më thonë që ne e përjetojmë, dhe kush largohet nga rruga e Zotit, në një formë apo tjetër, sot apo nesër, me punë të mëdha ose të vogla, do ta ketë një jetë shumë të vështirë. E mundimshme është e dhimbshme, është pikëlluese, nuk i dilet me kokë. Wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kush largohet nga përkujtimi i Allahut, do ta ketë jetën e vështirë, për faktin se kjo jetë është e Allahut, dhe ligjet në këtë jetë janë të Zotit, dhe ti je i Zotit, dhe ai e menaxhon dhe e kurdis, do të thotë çat vështirësi për një njeri i cili është larguar prej rrugës së Zotit. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Allah e përshkruan ato që këta që janë larguar do të kenë jetë të vështirë. Ka thonën, dhe sa më shumë që largohen prej rrugës së Zotit, as më tepër u errësohen shpirtrat edhe zemrat dhe u devijon mendja, nuk i orientohet asnjëherë dhe i humb aftësitë dhe kapacitetet për të gjetën formullën dhe rrugën e lumturisë dhe kënaqësisë, si rezultat i largimit prej rrugës së Zotit. Të humb aftësia për të dalluar të mirën edhe të keqen. Edhe dikur arrin në një derexhe, edhe gjërat e këqija i emron si të mira, edhe pse ti vuan nga ata pikrisht, edhe gjërave të mira u thot të këqija, edhe pse atje është ilaçi, suksesi dhe lumturia. Sa herë ta bani një gabim, një mëkat, një flagrancë, shkelje një ligjit të Zotit, një arrogancë, me një madhësi, një haram, një injorim, një pikë e zezë vendoset mbi zemrën, mbi shpirtin e individit që po largohet nga rruga e Zotit. Kella belrana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Allah ka thonë, dhe kjo e rësirë në botën e tyre të devijuar, është atë rezultat i veprave që i kanë bëhen. Veprat. Nuk është rezultat i hakmarrjes së Zotit, se Zoti nuk hakmerret në askënd. Ateja ke bëhen vetvetes ti, sikur që ka thonë pejgamberi alayhis salam në një hadith, dhe njeriu vazhdon të mëkatoj, të ban haram, të injoron, e të tregohet arrogant, dhe për nga çdo gabim e mëkat, nga një pikë e zezë në zemrën e cila pas një periudhë dhe kohë në rrugën e gabuar dhe të devijuar, mbështillet nga një pëlhur e errësirës. Pastaj pejgamberi ka thonë, as nuk deporton në te drita, nuri i Zotit, udhëzimi, dhe as nuk del errësira, djallëzirat dhe ignoranca dhe devijimi nga ajo zemër, dhe e tillë vulloset. Pastaj matu që
Ki hadith ndërlidhet edhe me tjetër, ma me një shkallë, ma tutje. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, kema të ishune të mutun, wa kema të mutune të bathun, qish jetoni, ashtu vdisni, dhe sikur kini vdek, ashtu edhe ringjalleni. E kam fjallën, nëse ke qenë larg Zotit, me harame dhe devijime, ashtë rësuën zemra e cila është vullos, nga e cila do më thonë nuk del mëkati dhe rësira, në të cilën nuk dëpërton drita, qish keni jetu, vdisni. Qështu keni vdek, qështu edhe ringjalleni në mënyrë automatike. Po kjo tash është thirrje që ne të dëshpërohemi e të hekim dorë nga Zoti dhe mëshira falja e tij asnjëherë. Kjo është vetëm përshkrim. Realiteti është që askush nuk guxon ta humb shpresën te mëshira, falja dhe dashuria e Allahut Dhul Xhelal. Dhe duhet të riktheheni nëpërmes pendimit dhe t'i luteni Zotit bindshëm që t'ja u tregon rrugët e hidajetit dhe të udhëzimit në këtë jetë, e që u merr në mëshirën dhe dashurinë e tij, e që u shpëton nga intrigat dhe inspirimet gjallëzore, materialiste, kapitaliste, bashkohore, që kemi arrit deri në atë nivel që nuk jemi ka dallojmë. Atë që thash në fillim, e ndjejmë, reflektohet, i kemi të gjitha, nuk je i lumtur, as i kënaqur, as nuk je dakord me situatën, as nuk mund të jesh falënderues për begatit dhe mirësit dhe pozitën sociale, kapitale që e ke dhe juridike në këtë vend dhe në këtë shtet. Rezultati i largimit nga rruga e Allahut subhanahu wa taala, dhe ne jemi dëshmitarët më të mirë të kësaj që po themi, ne vetë përjetojmë këtë për çdo ditë. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa, thumma yastaghfirillaha yajdillaha ghafuran rahima. Dhe kush mëkaton dhe ban një haram, ose thjesht një ngjarje e ndaluar që është, apo i ka bën një padrejtësi vetës së tij, dhe më pas pendohet tek Zoti, kërkon falje dhe udhëzim, do ta xhoj dhe do ta ndjej që Zoti është falës dhe Allahu e don faljen. Edhe Zoti kur i drejton këta që nuk janë fare në këtë rrugë dhe për çdo ditë konvertohen në dinin e Zotit, Allahu subhanahu wa taala i drejton ata dhe i udhëzon. Ne nuk kemi kënaqësi komunikimi me atë, as nuk kemi hise në atë që dika ne kemi ftuar. Drejt për drejt, Allahu subhanahu wa taala qindra dhe mira shpirtra të sinqert, të devotshëm, të real, që e kërkojnë udhëzimin, u jep udhëzimin. Dhe hek Zoti perdën e pengesës, e ngatresës dhe ngarkesës që po themi që ne po e ndjejmë në shpirt e në zemër si rezultat i një jete larg mësimeve të Zotit. Tash kjo me siguri reflekton, por edhe manifestohet. Belaja numër 1 si rezultat pastaj, ajo ka alamete dhe shenja, themi simptomet e sëmundjes të largimit nga rruga e Zotit. Është konkurrenca e pahishme, konkurrenca e palishme, vrapi mas kësaj dunjoje, vrapi mas kapitalit, mas pasurijës, dëshira e lartë për glabërim, etja për prona, tash do më thonën me respektim, pa respektim të normave juridike, morale, njerëzore, familjare, kombëtare, fetare. Me rëndësi, unë e kam për ta ushqien egon, e cila nuk ngopet me asnjë send në jetë. Sigurisht nëse mungon besimi dhe dashuria ndaj Zotit dhe një njohuri e vërtet mbi realitetin e kësaj jete të përkohshme, dhe se caktimet e riskut janë në dorën e atij që e krijon dhe menaxhon këtë jetë. Konkurrenca për këtë jetë na ka bërë të harrojmë edhe Zotin, edhe vdekjen, edhe botën tjetër, edhe shumë obligime që neve do më thonë në ngarkohen nga ona e Zotit, familjes, shoqërisë, moralit, koj diçka, ne i kemi shkelën të gjitha vetëm e vetëm për konkurrencën gjallëzore të kësaj dunjoje të përkohshme.
simptomet të sjelljes e një njeri, domethënë është i sëmur dhe i goditur nga sëmundja e qëndrimit larg Zotit. Domethënë ekziston në këtë jetë, por nuk jeton. Keni kujdes. Kurani Kerimi, Allahu në Kur'an flet, ne të jetojmë dhe të shijojmë, jo të ekzistojmë. Sot i keni dallim, njerëzit vazhdojnë të ekzistojnë, ama nuk jetojnë. Mungesa e besimit, dashuria, morali, humanizmi, e tjera, e tjera. Një njeri që është i goditur nga kjo sëmundje, është një njeri i cili shfaq tipare të shpresave, domethënë të larta, ëndra në mes të ditës, dhe që flet për projekte madhore, që nuk është domethënë i aftë as i kualifikuar, as me dituri, as me fetarizma, komdarizma, as me moral, as me kapital për ata projekte. Ti digura kupton se ki njeri qëndron larg Zotit, ki flet me gjuhën e të mallkuarit, për projekte miliona, miljarda, për dëshira Ka dëshira, domethënë nuk i përfundojnë. Nëse ke vesh dhe kohë për të ndëgjuar, të bezdis. Ati ka dëshira me këto kapacitete të kufizuara dhe me këto deficite si rezultat i largimit nga Zoti, flet për ëndra dhe dëshira, sidomos gjeneratat e reja. E keni pa, nuk merren me realitetin aktual të jetës, me të dhënat faktike. Një ditë njëri edhe i thash, ju e dini se ne kemi problemin e asaj thirrje që ka ndodhur mes di mentaliteteve në një hijen e një kulmi. Gjenerata e prindërve dhe gjenerata e fëmijëve tonë. Ata janë me një botë tjetër, ne jemi me një botë tjetër. A keni pa që në mbrëmje nuk kemi kur gjë të përbashkët. Ti si prind, ke qëra plane, qëra, si them, dëshira, ku e di në përgatitje, ai vela që merret me ato tuat. Ai ka dëshira, ti për shembull, nëse i ke borxh dikujt se e ke ndërtu një shtëpi, ti ke plan ti kur sesh ato para të lash borxhin, ose të ndërtojsh shtëpinë. Kjo kërkon familja, domethënë të mobilizohen, të vetëdijsohen, të gjithë të kontribuojnë. Ai flet për pushime në Azinë e largët. Tash kohën e fundit ja kanë nisën shqiptarhonja në Azinë e largët. Me shëtit. Po ne planat për shembull për përfundimin e shtëpisë. Një gjenerat që është larga rrugës së Zotit, flet për ëndra, flet për dëshira që nuk janë të kapshme, flet për shpresa. Ai mendon se një ditë do të bëhet, pa u angazhuar fare tash. Në asnjë fushë, as fe, as kombas, punës, aspekte sociale, kapitale, investime, angazhime, planifikime, absolut. Edhe një ditë i thash, vërene se këta, gjenerata e re, që jetojnë, këto nuk jetojnë me tije, nuk janë pjesë e familje, këto jetojnë, banojnë të ti. Kje kujdes. Këta banojnë me neve. Këto nuk janë pjesë e antarëve të familje. Se familja është ajo e cila ulet në mbrëmje dhe i shqirton planet, i diskuton dhe mobilizohen të gjithë. Jo unë këtë këndeje kam planin, a i ban plan me shkuan në pushime verore, në situatën më kriz, kur është domethënë familja kushtimisht. E ta'alluqu bi ghayrillah, nga simptomet e kësaj kategorie që jetojnë larg rrugës së Zotit dhe larg vetë Zotit, janë njerëz të cilët nuk e kanë në instanca që Zotin, në plan, në miratim, nuk janë të lidhur me Allahun, nuk e kanë në listë Zotin. Për shembull, çdo kush kur ban plane, shpreh dëshira, ban investime, angazhohet, edhe i merr faktorët parasysh tash. Me rashi, mu bon zet, mu bon ndeshje, mu smuan, me vdekën, ku e diçka me të humb puna, me bon ndeshje, ose po me thonë Zoti jo. Këtu e kam fjalën. Ata që janë larg rrugës së Zotit, këto nuk e kanë në listë Allahun. Këto nuk e mendojnë kështu. Kë e mendon, nëse unë e shprehi dëshirën, ajo duhet të realizohet. Po vdekja, sëmundja,
saktimi i Zotit, miratimi i Allahut për atë plan, nuk vjen në shprehje. Nuk e kanë në llogari Allahun Dhul Xhelal, për faktin se jetojnë larg tij, nuk e njohin atë, nuk e besojnë, as nuk e komunikojnë, as nuk korrespondojnë. Mos flas tash nuk e adhurojnë, nuk e kujtojnë. Njerëzit të cilët jetojnë pas Zot në fjalor, e vëreni që ki nuk ka Zot në shpirt e në zemër. Edhe nuk e përkujton Allahun as njëherë. Për shembull fetarisht, e dini thot nëse e planikoni një punë për nesër ose për mas një ore, mas një minuti, ata që kanë Zot, ai thot inshallah. Do ta bëjmë këtë atë, e martojmë vajzën, djalin, do të regjistrohemi, do ta blejmë, do të shkojmë në haxh, do të bëjmë darsëm, do të shkojmë në pushime, inshallah. Se sën shkon, sigur shumë të tjerë që kanë met, Nish, Beograd, Zagreb, Sarajev, në Zvicër, në Austri, në për rrugë. Edhe aja nisë në pushim me shku. A ka arrit? S'ka arrit as njëherë. Këthrat u mëhalat e din nafi gajri ta. Dhe njerëzit që jetojnë pas Zot janë kategoria e gjeneratave bashkohore moderne, të cilët thot shumë kohë dhe energji kalojnë me njerëz të përzi me turba dhe grupe pa sinim, pa qëllim, pa profit, pa materializuar dhe kapitalizuar kohë, në kafe, mëngjes, mbrëmje, në drekë, në restoran, në park, në bulevar, rrethujt, në liqen, shëtitjen në mal, në katun, në qëtë metropole, pushime verore, dimrore, skijim, atë, këtë, darsma, shakabe alo, fejesa, martesa, ditlindja, ai ki 24 orë tanë jetën me njerëz i përzirë, kontribon, mund, kohë, energji, nuk përfiton prej kësaj. Tash mos thom në droge, zino, e mbrëmje, xhveshje, njerëzit pas Zot. Ati i shef, këto janë simptomet. Ti kur ta shikosh, e kupton. Ti je musliman, ti je mjek i shpirtrave. Sigur që është përshkruajtur pejgamberi alayhis salam. Thot ishte sociolog, psikolog dhe mjek i shpirtrave, i zemrave dhe vetë e shikonte njeriun, ja dinte problemin. Me njëherë trajtonte diagnozën. Ti si musliman veteran, kur ti shifsh këta njerëz që po i përshkruaj, ti e kupton, nuk e nevojë me një konflikt tash. Ki njeri nuk ka Zot në jetën e vet. Kija ka kthyen shpinin Allahut, a kthyen ka i mallkuari. Çështu, këtë kanë qef. Mbrëmje, ahengje, shëtitje, luks, shpenzime, dëfrime, po mirëve, mësimi, puna, familja, namazi, Zoti, Kuroni, tobja, istikfari, sadakaja i varfuri, paqja, stabiliteti, njerëzilloku, burrëria, leve ato tema tash, leve të knaqemi të tërma të poshtë. Njerëz pas Zot. Ngrënja e haramit, këto kategorie hanë haramin, këto smërzitën, këto pinë raki, hanë miqderri, e villin popullatën, ja merr hakun punëtorit, i smërzitët. E mashtron shefin e tradhton, i smërzitët. E hanë haramin në emën të halalit, ma të mirë. Tanë vitin i punon bereqetet vet, i mell, i punon, i ujit, i vadit, angazhot, kur ta shese e ban haram. E vjedh në kanar, në cilësi, në kvalitet. Kjo kategori e hanë haramin. Ki smërzitët, a i ardhën parët pi droge, pi rakije, pi kila vlajmir, vret njerëz me pare. Mra loto, automati, luetësh fatit, këto s'kan Zot në llogari. Ki nuk e mendon se hirja e një harami në familje është më e shëmtuar se me të hi zjarrin familje. Çto Allah ka përshkruajtur. Kush han haramin, han sikur me hongër zjarrin. Këto nuk janë kujdestar të mirë prej haramit. Këto jena nuk i bëhet vonë. Nuk i zgjedhin rrugët mënyra
kvaliteti, cilësia, halal, haram, egal. Njerëz që nuk kanë, ata që kanë Zot e dini, e diskutojnë, e nënshtrojnë temën në tavolinë për diskutim të hapur. A është halal, a është haram, e konsultojnë Kuronin, pejgamberin, hoxhën, libra, referenca, deri të vërtetohemi se po kjo gjë është e lejuar. Për ndryshe, nuk e bëjnë, se kam urin gjallë. Kam urin gjallë, do të vazhdoj pjesën tjetër të jetës, sa që du të më ballafaqohem me krijuesin. Këto janë njerëz të cilët gabimet e të kaluarës i kanë harru dhe vazhdojnë të mëkatojnë edhe më të tje. Kja as që e ka frikë për harame, pa drejtësi dhe zullume nga e kaluara, që të dëshmon se s'ka Zot, dhe për ta rivërtetuar edhe njerëz që ki s'ka Zot, ki vazhdon ende në atë rrugë. Nuk i bëhet vonë, hajdut ka qenë, hajdut mbetët. Rëndës ka qenë, rëndës mbetët. I pa drejtë dhe i pa drejtë vazhdon. Nuk ka Zot që të përmisohet. Argëtimi i tepruar dhe i panevojshëm që thash. Mbrëmje, shëtitje, veshmbathje, ushqime, ndjekja modeleve më të reja, makro teknologji, sende veshmbathje, ushqime, shëtitje, ki do mi shiu krejt. A ka pare, a ka kapacitet, a ngarkon familjen, ki nuk është i vetëdijshëm. Allah, haram, a koha, a vendi, a momenti, nuk vetë, kja një shpirt që të të argëtohet, të dëfrohet, ki ka kohë dhe energji, qa që me nejtë në për alkohole, droga, shëtitje, mbrëmje, po jatësien, shumë vonë, jatësia shumë vonë, kushtimin 10, në për disko, deri ka ora ditë, 3, 4, që shkone, nuk e di. Gibeti, kjo që e përfol, e shpif, e përgojon, e janë gjet, e etiketon, sharja, firja, urrejtja, mallkimi, xhelozia, që kanë krijuar, domethënë, një largim, rënim, e kam fjallën. Dhe jemi dobësuar, që ka thonë pejgamberi, rrini bashkë, dhe jeni të fuqishëm. Mos u çani e përçani, e pakoheni, zvogloheni e dobësoheni, sikur që jemi dobësuar familjarisht. Se më unë se kam atë familje në tradit, që i kam pas mbrapa meje 100 meshkuj me 100 shtëpia të familje. Unë jam vetë. Asedi, xhelozia, urrejtja, mallkimi, ku e di unë, rrena, tradhtia, mashtrimi, shantazhimi, keqpërdorimi. Njëherë më ki rrenë, ki mashtruan, jo rrena klasike, tash e kam fjallën. Rrena na për me kohë, rrena na për të gjitha dimenzionet. Dikur vërtetohet ajo që ki njeri është pa Zot. S'ka ki, edi pritë se po rregullohet, pritë se po ndreqet, pritë se po përmisohet, pritë se po udhëzohet, po drejtohet, po pendohet, nuk ka. Kur themi rrena mashtrime, kam fjallën në punë, në kvalitet, në cilësi, në termin, në kilogram, në litra, në kodi diçka, edi ish pandal. Njerëzit që nuk kanë Zot, ju e dini, që pejgamberi Shuaibin, Allah subhanahu wa taala kur e ka shuan prej punëve numër 1 që e ka pasi mision, në pazar kanë vjedh populli vetë në kanar. Merë në qenë në Kuron. Një pejgamber Zoti ja ka kushtuan këti realiteti. Kur themi vedh në kanar, vedh të këtë gjitha, ti kur kanarin vjedh, që është fizik për ta paën, po gjona që nuk duken, çka ban ti, kush je? Tallja, nënshmimi, kritika, po menoj çdo kush i ka thonë vetës mashallah, di unë jam moja e mirësijës dhe begatijes. Unë jam mrekullia. Ju të tjerët, qështu pam pum, ai qetri njëjtën mendim. Ai është mirësia dhe mrekullia. Ne të tjerët jemi të devijuar, çdo kush të i thonë vetës mashallah. Askush të humor me realitetin e vetës së tij, me thonë, këto i kam të meta, deficite, arome, mungesa, pika të dopta, të cilët duhet të merrem ti fuqizoj, ti reparoj, të mos merrem me problemet të tjerëve. Merrem me problemet e tua. Jo, njerëzit që janë larg Zotit janë ata të cilët merren me gabime dhe devijimet e të tjerëve. Vetën nuk e shef. Vetën si ka thonë mashallah, krije punë. Me gjamasia dhe vetëpëlqimi, pastaj këto aspektet fetare. Mungesa e namazit, të rregull gjithmonë kemi thonë, mungesa e namazit me xhamat edhe kur ka kohë të lirë, mungesa e leximit të Kuranit dhe studimi i tij, mungesa e leximit të sunetit të pejgamberit alayhis salam dhe studimi i tij, mungesa e leximit të Kuranit
mungesa e tobës edhe dhikrit e përkujtimit të Allahut, mungesa e dashurisë në Zot, mungesa e frikës prej Zotit, mungesa e përkujtimit të vdekjes dhe ringjalljes për të dhënë llogari dhe me i mot që to vepra, umitëm të thonë, me i mot veprat. Po ku i ke veprat? Çka të motim? Që Zoti e ka vendos kanarin. Mi mot vepra, hajde veprat. Ku i ke veprat? Mi mot veprat. Po, ma, a ke vepra me vllai mirë? Edhe thash, vepra, ka edhe të këqija, e ka fjallën. Ka edhe të mira. Mungesa këtë kërë harron, dhe më thonë e ban një konkurencë që thamë të shumtuar në jetë, ignoranca, fetare dhe më thonë dhe në përgjithësi është një problem, edhe dhe më thonë largimi nga mësimet dhe udhëzimet e Koranit në përgjithësi dhe sunetet të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kjo ishte një përpjekje dhe më thonë e shpejt e shkurt për ta përshkruajtur diagnozën e atyre që janë dhe më thonë larg rrugës së Allahut subhanahu wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin.